Zbulime shokuese të gjigantëve që nuk do ta besoni se ekzistojnë. Histori për gjigantët. Historitë për gjigantët kanë ekzistuar në historinë njerëzore në forma të ndryshme. Ndonjëherë të quajtur përbinsha, gjigantët mendohet të jenë krijesa aq të mëdha sa toka dridhej kur ecnin. Shumë njerëz besojnë se këto histori për gjigantët janë thjesht përralla, ndërsa të tjerë besojnë se gjigantët ekzistonin në botën tonë fizike. Në këtë video do t'ju tregojmë 20 zbulimet më misterioze të gjigantëve. Gjigantët kinez. Në vitin 2017, arkeologët zbuluan mbetje skeletore të njerëzve jashtëzakonisht të gjatë në Shandong të Kinës. Besohet se këta gigantë mund të kenë jetuar në Kinë rreth 5000 vjet më parë. Kockat e ngjashme me njeriun ishin të mëdha dhe të forta, me lartësi deri në 1.9 metra. Së bashku me këto kocka, u gjetën edhe keramik dhe sende ndryshme prej nefriti. Ky zbulim arkeologjik ishte i mahnitshëm, sepse njerëzit në Kinë nuk dihet të jenë kaq të gjatë. Nëse Kina do të kishte gjigant, imagjinoni sa të gjatë do të kishin qenë njerëzit prehistorik nga vendet e tjera. Kafka alien në Peru. Një arkeolog i njohur peruan zbuloi atë që thuhet se janë mbetje të mumifikuara të një krijese aliene. Kjo krijesë kishte një kafkë në formë trekëndshi, pothuajse aq të madhe sa një trup 20 metra i gjatë. Si është e mundur kjo? Tingëllon si diçka nga historia e Reddit, apo jo? Detajet e çuditshme të kafkës sugjerojnë se ky mund të jetë një alien. Për më tepër, shkencëtarët nuk kanë qenë në gjendje të lidhin tiparet fizike të kafkës dhe trupit me ndonjë grup të njohur etnik që ka jetuar në tokë. Duket se kjo mund të jetë vërtet një qenie jashtëtoksore. Skeleti i gjigant i shkretirës Arabisë Saudite. Një aktivitet i kohëve të fundit për eksplorimin e gazit në një shkret të tjerë të Arabisë Saudite zbuloi mbetjet e lashta skeletore të njerëzve me përmasa fenomenale. Arkeologët po kryen studime për zbuluar faktet e vërteta që lidhen me origjinën e këtyre skeleteve. Megjithatë, njerëzit vendas dhe studiuesit fetar i lidhin këto skelete gjigante me një histori të përmendur në Kuranin e Shenjtë. Historia thotë se Zoti krijoi një ras njerëzish të gjatë, të mëdhenj dhe të fuqishëm, që mund të vendosnin krahët rreth trungjeve të pemëve dhe t'i thyenin ato. Kjo ras u quajt Ad. Kjo ras e fuqishme më vonë u kthye kundër Zotit dhe ata u shkatëruan. Skeleti gjigant i Indis. A mund të ketë ekzistuar një ras gjigantësh në Indi? Turma dikur u dyndën në një vend arkeologjik, ku eksploruesit të zbuluan mbetje skeletore të një njeriu me madhësi fenomenale, me lartësi 18 metra. Ky duhet të jetë skeleti më i lartë njerëzor i gjetur ndonjëherë në Indi. I gjithë eksplorimi thuhet se u mbështet nga National Geographic. Ekspertët besonin se skeleti gjigant ishte pjesë e mbetjeve të njerëzve të lashtë të krijuar me madhësi fenomenale. Gjurma e Zotit. Përveç mbetjeve skeletore, një gjë tjetër që sugjeron se mund të kenë ekzistuar njerëzit gjigant janë gjurmët e këmbëve. Pothuajse 100 vjet më parë, një gjurmë gjigante u gjet nga një gjaktar në Afrikën e Jugut. Vendasit e quajtën atë gjurma e Zotit. Gjurma ishte 1.2 metra e gjatë dhe sipas vlerësimeve, pronari i saj duhet të ketë qenë 27 metra i gjatë. Nuk ka shenja ose gdhendje në shkëmb që tregojnë se gjurma është bërë ndërsa shkëmbi ishte shkrirë. Afërsisht 3 miliard vjet më parë. Gjurma nuk mund t'i përkas një njeriu modern, pasi jeta në tokë ishte ende në faza mikroskopike në atë kohë. Gjigantët e Virgjinias Perëndimore. Në varrezat e lashta të Virgjinias Perëndimore janë gjetur një numër skeletesh gjigant. Disa u zbuluan gjatë ditëve të para të minjerave të qymyrit, më shumë u shfaqën më vonë kur toka gërmua për qëllime të tjera. Në vitin 1838, arkeologët që gërmonin në kodrën Grave Creek, në mund zvit të sotëm, Virginia Perëndimore, gjetën skelete misterioze gjigante njerëzore. Ta skelete ishin të gjatë një gjatësi maramense prej 8 metrash. Skeleti vampirit të Bullgarisë. Më pas, ju shojmë në Bullgari për një zbulim që do t'ju shkaktoj dridhje. A mund ta imagjinoni dikë duke shpuar zemrën një personi të vdekur për ta penguar atë të kthehet për të ngrënë gjak njerëzor? Gjatë gërmimeve pranë detit të zi, arkeologët bullgar gjetën mbetje të disa gjigantëve mesjetar.
Skeletet masiv ishin shpuar në gjoks me shufra ekuri, gjoja për t'i ndaluar ata të zhndroheshin në vampir. Ky zbulim i frikshëm pasqyron një praktik pagane që ishte zakonshme në fshatra shekuj më parë. Soba e bimës. Do të mahniteni nga kjo histori nga India, që supozohet se vërteton ekzistencën e gjigantëve. Kjo është soba e bimës, një monument i vendosur në kompleksin Pancharathas në Mahabalipuram, Indi. Gjeologët dhe arkeologët besojnë se rregullimi shkëmbor nuk është një formacion natyror, por është rregulluar nga një gjigant i quajtur Bhima, i cili thuhet se ishte 3.5 metra i gjatë. Bhima dikur vinte zjarr në një tenxhere gatimi masive metalike. Shenjat e blozës janë ende dukshme poshtë saj deri më sot. Sipas legjendave lokale, Bhimës i u dha forcë e pamposhtur pasi u takua me gjigantët reptilian të luginës së vdekjes. Gjigantët e luginës së vdekjes. Trupa gjigant u gjetën në një rrjet nëntoksor tunelesh në luginën e vdekjes. Trupat u zbuluan së bashku me mbetjet e kafshëve prehistorike, sende të çmuara dhe armë të mëdha. Skeletet gjigante njerëzore ishin 9 metra të larta dhe rreth 80.000 vjeçare. Një gazetë në San Diego e raportoi për herë të parë lajmin në vitin 1947, por historia, së bashku me mbetjet gjigante, dukej se ishte zhdukur në ajër. Si mund të zhdukej një zbulim kaq historik? Çfarë bote çuditshme me të vërtetë? Dhëm gjigant majmuni. Një shkencëtar gjerman vizitoi dikur një farmaci në Hong Kong duke kërkuar për dhëm dragoi. Gjatë vizitës së tij, ai asi në një dhëmball të madhe në një sirtar me plur me xhingla. Fakti më interesant, dhëmbi nuk i përkiste një dragoi apo edhe një majmuni. Përkundrazi, ishte dëshmi e ekzistencës së një krijese gjigante të quajtur Gigantopithecus. Gigantopithecus është specia më e madhe e primatit të zbuluar ndonjëherë dhe besohet se ka origjinë të pjesshme njerëzore. Antarët e kësaj specie ishin rreth 10 metra të gjatë dhe peshonin rreth 1200 pound. Dhëmbi i gjetur nga shkencëtari gjerman daton midis 9 milion dhe 100.000 vjet më parë. Kjo histori të kujton paksa King Kongun, apo jo? Gjigantët meksikan. Në mars të vitit 2015, një foto bë virale në mediat sociale që tregonte kafka gjigante njerëzore. Këto kafka dyshohet se u zbulua në një fshat të vogël në Sierra de Tapalapa, në jug të Meksikës. Më vonë u zbulua se fotografia nuk ishte autentike, ishte një vepër arti digjitale e krijuar nga një artist grafik. Megjithatë, imazhi shkaktoi diskutime rreth një rase gjigantësh të njohur si Quinametzin, të cilët thuhet se kanë mbredhur nëpër Meksik. Quinametzinët përshkruhen si qenie gjigante, disa thuhet se ishin 6 metra të gjatë, të tjerë 3 metra, një legjendë vërtet e mahnitshme. Skeleti misterios gjigant. Në rajonin Krasnodar të Kaukazit Verior, një ekip arkeologësh rus bën një zbulim të jashtëzakonshëm gjatë gërmimit të një vendi historik. Ata gjetën eshtrat e gjigantëve. Besohet se mbetjet i përkasin njerëzve të lashtë nga epoka e bronzit që jetuan rreth 4.000 vjet më parë. Arkeologët zbuluan se skeletet mashkullore ishin rreth 2 metra të larta, ndërsa skeletet femërore ishin afërsisht 1.7 metra. Giganti i famshëm i Alzos. Kohët e fundit, studiuesit zbuluan eshtrat e një giganti të famshëm të njohur si Miguel Joaquin L. Seguin. Miguel konsiderohet një figurë e rëndësishme historike. Ai udhëtoi nëpër Evropë në shekullin e 19 dhe madje u takua me mbretëror si mbretëresha Victoria. Besohet se Miguel lindi me gigantizëm. Si burr i rritur, ai ishte 7 metra i gjatë dhe peshonte rreth 240 kg. Pas vdekjes së tij, në vitin 1861, eshtra e tij u varrosën në një varrezë në Alzo, Spanjë. Çuditërisht, skeleti i tij, që mendohej prekor se ishte vjedhur, u gjet më vonë në të njëjtën varrezë ku u varros fillimisht. Skeleti unik gjigant në Tajland. Një skelet i madh i lashtë humanoid u zbulua në një shpellë në Krabi, Tajland. Skeleti, që i përkiste një mashkulli, ishte rreth 6 metra i gjatë. Por pjesa më interesante, pranë skeletit gjiganti ishin mbetjet e një gjarpri masiv. Thuhet se gjiganti u vra nga një gjarpër me brirë brenda shpellës.
Ky zbulim ngjalli kuriozitet të përhapur, duke i lënë njerëzit të pyesin veten nëse gjarprin ndonjëherë në vare për të ngrënë të vdekurit. Cili nga këto zbulime e vlerësoni më të mahnitshëm? A mendoni se gjigantët mund të ekzistojnë ende sot? Na tregoni në komente. Si gjithmonë, nëse u pëlqeu video, siguroni që ta pëlqeni dhe të ndani pak dashuri në seksionin e komenteve. Për të qëndruar të azhurnuar me të gjitha videot tona të mrekullueshme, klikoni abonohu dhe aktivizoni njoftime në mënyrë që të mos u mbisni asgjë. Deri herën tjetër, kujdesuni për veten.